Tensionet të verit të Kosovës janë shtuar pas raportimeve për hyrjen e disa droneve serbe në hapësirën ajrore të vendit. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Kazment Hoxha, konfirmoi se kohët e fundit janë regjistruar raste të tilla në zonat kufitare me Serbinë. Kohën e fundit kemi pasur fluturime me drone që ne dyshojmë të vinë nga territori i Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke bërë monitorime dhe duke parë se çfarë mund të ndërmerret, deklaroi Hoxha. Sipas tij, rreziku është real për kufirin, por jo për qytetarët të cilët janë në mbrojtje nga institucionet e sigurisë. Rreziku ekziston në pjesën e kufirit, por jo për qytetarët. Ne kemi marrë të gjitha masat që siguria e tyre të mos synohet, theksoi ai. Këto incidente vinë në një kohë kur hapësira ajrore e NATO-s në lindje të Europës po sfidohet gjithashtu nga Moska. Në Estoni dhe Poloni janë regjistruar pas here provokime nga avionët rus, duke ndjesur debate brenda aleancës për mënyrën e reagimit dhe forcimit të mbrojtjes ajrore. Analistët e sigurisë paralajmërojnë se shkelje të tilla të hapësirës ajrore synojnë të testojnë gatishmërinë e institucioneve dhe të krijojnë tensione në zona të ndjeshme. Në rastin e Kosovës, koordinimi i policisë me KFOR-in shihet si mekanizëm thelbësor për ruajtjen e stabilitetit.